Jemi rikthyer kështu në pjesën e dytë të emisionit Dita e Re dhe siç e përmendëm edhe në fillim bashkë me Donjetën, do të flasim për një temë e cila vetë se tash e disa ditë ka filluar për muajin e Ramazanit, por sigurisht edhe disa diskutime që ka pasur lidhur, disa video që janë publikuar për Maxhit e Zeza dhe Besitnit që në këtë muaj të Ramazanit ndonse nuk qëndrojnë, po themi, ashtu është diskutuar dhe është stërdiskutuar pse një gjë e tillë duhet të ndodhë pikërisht në këtë muaj. Dhe kemi përmendur edhe më herët, do të flasim me të ftuarit tanë. Kemi këtu në studio që ka ardhur nga Feriza, imami kryesor i xhamisë atje, Mustafa Mehmeti. Mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që jeni këtu sot. Mirëmëngjes, faleminderit edhe për jush, televizionit juaj për ftesën. Faleminderit shumë. Ndërkaq që në një linjë direkte do të jetë edhe psikologu Ron Kastrati dhe avokatja Adelina Hoxha, do të flasim vetëm pas pak nëse janë në linjë apo jo. Roni, më duket të jemi ne apo jo? Mirëmëngjes edhe për ty. Po, sigurisht mirëmëngjesi edhe për ju, mirëmëngjesi për të ftuarit. Shpresoj që kjo temë do të merr një trajtim të mirëfillt, edhe shkencor, por edhe teologjik. Po, faleminderit shumë që jemi ne sot. Po nisim me juve, zotëri Mehmeti. Pra, po flasim pikërisht për muajin e Ramazanit, cili është ose domethënia e këtij muaji realisht tash e sadit agjërimi dhe këto të gjitha. Edhe një herë, pra, faleminderit për ftesën. Muaji i bekuar i Ramazanit, ashtu siç e kanë shpjeguar edhe hoxhallarët, teologët e tjerë, është muaj i dalluar ndërmjet 12 muajve të tjerë, sepse Zoti Xheleshanuhu Xhela Xhelaluhu e ka bë të tillë. Në muajin e bekuar të Ramazanit, ne e dimë se është një adhurim, agjerimi i këtij muaj apo agjerimi në këtë muaj të bekuar në periudhën nga syfyri e gjerë në iftar. Allahu fuqiplot kur na flet për agjerimin në Kuranin e Madhnueshëm, thotë: o ju të cilët keni besuar, ua kam bë obligim agjerimin, ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Do thotë, agjerimi, ftesa se si bëhet agjerimi, është ftesë speciale për ata të cilët kanë besim të Zoti fuqiplot, o ju të cilët keni besuar. Nuk është ftesë e përgjithshme për njerëzit, por është në veçanti për besimtarët, për ata të cilët janë të përgatitur edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe shpirtërisht për të realizuar këtë adhurim, agjerimin në këtë muaj, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Devotshmëria nuk duket, është e mbrëmshme. Profeti ynë i dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, kur ka folur për devotshmërinë, ka thënë se ajo është këtu duke bë me shenjë, duke sinjalizuar në gjoksin e tij 3 herë, mirë po devotshmëria argumentohet me veprat tona, me punët tona, me sjelljet tona, me karakterin ton, moralin ton, që ne padyshim që përfitojmë nga ky muaj edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin psiqik, edhe në aspektin e moralit. Andaj muaji i bekuar i Ramazanit vjen për dobin ton që na ngrit në majat më të larta të suksesit, si besimtar, si musliman që besojmë Zotin fuqiplot. Nuk ka diçka më mirë në këtë muaj se sa agjerimi, sepse kjo është edhe obligim në këtë muaj. Nuk mund me bë diçka njeri më mirë në këtë muaj se sa agjerimi dhe të fiton frytin e këtij adhurimi, devotshmërinë. Bujarët në këtë botë janë prisit e njerëzve. Njerëzit i dojnë ata të cilët janë solidar, ata të cilët janë bujarë, ndërsa të devotshmit janë prisit e njerëzve, besimtarve në botën tjetër. Muaji i bekuar i Ramazanit na jep këto 2 elemente, na jep edhe bujarinë edhe devotshmërinë. Bujarinë sepse bëhemi padyshim më bujar se profeti alayhi salatu wassalam kur është takuar me Xhibrilin alayhi salatu wassalam, që ka dërguar shpalljen nga Zoti fuqiplot, e ka përcjell shpalljen drejt te Muhamedi alayhi salatu wassalam, e ka bërë që profeti ynë i dashur Muhamedi alayhi salam të jetë më bujar. Andaj është cilësia e Ramazanit, madje edhe ajo sadakatul fitri, lëmosha që
jem të obliguar që agjerimi ynë mbetet varur mes tokës edhe mes qiellit, pa dhënë ato për gjithse cilin që agjeron, edhe ajo është një shej e bujarisë, edhe e devotshmërisë, pra muaji i Ramazanit i bashkon këtu edhe bujarët edhe të devotshmit. Po. Ndërkaq, Roni, si mund të ndikoj realisht nëse flasim në aspektin psikologjik edhe agjerimi i këtij muaji dhe këto ditët që janë në vazhdim, kemi një, po themi ashtu, një regjim pak më ndryshe, qoftë për ushqim, qoftë për gjumë, qoftë për gjitha këto tjerat? Po dëgjoja hoxhën teologun me shumë vëmendje dhe padyshim pajto plotësisht me të gjitha ato pikpamje teologjike që trajtojnë muajin e shenjtë Ramazanit, dhe unë Ramazanin e konsideroj si një ndër terapit jo vetëm më të suksesshme, po më frytëdhënëse në ruajtjen dhe forcimin e konzistencës apo qëndrueshmërisë mendore, pastaj zhvillimit një mirëqenie stabile në kuptimin organik, metabolik. Pra në tërësi Ramazani ka vetëm efekte pozitive. Dhe të them të drejtën, është vetëm një terapi në fakt që ka vetëm efekte pozitive dhe asnjë lloj efekti anësor. Pra imagjinoni, ruan qëndrueshmërinë mendore dhe ndër tjerash personi që agjeron farkëton, kultivon, skulpturon ndjenjat e tija, emocionet e tija dhe përforcon inteligjencën emocionale duke qenë shumë më shumë produktiv gjatë jetës së përditshme. Jemi në fakt që e gëzojmë, agjerojmë, e ndjekim se është një muaj që përveç se ndihmon njerëzit në nevojë, forcon edhe ndjenjen humane për t'i ndihmuar tjetrit, pra forcon solidaritetin dhe paqen me njëri tjetrin. Po, ndërkaq do t'ju pyes juve lidhur me këtë, ka pasur raste ndoshta që e përmendja edhe Roni vetë që mund të ketë edhe realisht ka dhe efekte pozitive, po sa i përket arsyeve shëndetësore dhe prishjes agjerimit, para se të kalojmë tek këto diskutime të tjera, duhet t'ju pyes lidhur me këtë, si mund të prishet? Për ato çfarë tha Roni, e falenderojmë përzemërsisht për laborimin që bane në aspektin psiqik, në aspektin shëndetësor muajit të bekuar të Ramazanit. Do të kisha thënë se agjerimi është një ndërhyrje kirurgjike, do të thonë pa brisk fare. Allahu fuqiplot nëpërmjet agjerimit padyshim që pastron shëndetin ton, pastron të menduarit ton. Mirë po, kur po flasim për obligimin se kush lejohet, nëse zgaboj ishte pyetja, po? Kush lejohet që ta ndërpres agjerimin, Allahu fuqiplot nuk na ka obligu asnjërin prej nesh me asnjë obligim, me asnjë adhurim që është e rëndë dhe është e paralizueshme për gjithë secilin prej nesh. Në një ajet të Kuranit të madhnueshëm, i madh Zot fuqiplot thot: la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon robin e vet për te mundësisë së tij. Edhe realizimi i agjerimit duhet të ketë shëndetin, çdo agjerues dhe agjeruese. Mirë po me momentin kur shëndeti na privon, ne jemi të liruar nga muaji apo nga agjerimi i Ramazanit. Edhe pse jemi të liruar nga agjerimi i Ramazanit, ne nuk jemi të liruar nga respekti i muajit të bekuar të Ramazanit. Sepse respekt mund t'i bën edhe ai i cili nuk ka shëndet të mirë. Si mund t'i bën respekt duke mos dalur edhe të konsumoj ushqim haptas, duke respektuar muajin e Ramazanit në forma të tjera nëpërmjet lutjes që i Madhi Zot ta shëron shëndetin e tij, ta përmirëson gjendjen e tij shëndetësore e kështu me radhë. Po sido që t'jetë nga muaji i bekuar i Ramazanit, konkretisht nga agjerimi, lirohen ata njerëz të cilët kanë sëmundje kronike dhe shëndeti i tyre është i papërmirësueshëm. Këta njerëz lirohen tërësisht nga muaji i bekuar i Ramazanit, është fjala për me realizuar agjerimin. Ndërsa ata të cilët kanë ndonjë sëmundje,
për shembull kokdhimbja apo ndonjë pengesë tjetër, nëse ajo realizohet nëpërmjet ndonjë injeksioni i cili nuk është ushqyes, vazhdon agjerimin. Mirë, po nëse i duhet një trajtim pak më i thellë, po supozojmë do të shtrihet në spital të merr infuzione e kështu me radhë, lirohet nga agjerimi për atë sa ditë sa nuk e ka shëndetin e mirëfillt. Me momentin që vije shëndeti, e ka obligim agjerimin dhe ditët e humbura i ka obligim që t'i kompenzon pas muajit të bekuar të Ramazanit. Besoj keni po, hoqë që kanë qarkulluar realisht disa video lidhur me çështjen e besitnive, por edhe sigurisht ato magjit e zeza. Dhe duhet pyes, po e nisim pra këtë çështje diskutimi, pastaj do të flasim edhe me Adelinën dhe me Ronin lidhur me aspektin ligjor, por edhe sigurisht me çështjen psiqike. Po e nisim me juve, si parashe realisht to besitnit në fenë islame? Po çfarë ju bëni juve që në muajin e bekuar të Ramazanit të pyesni për magjite, për besitnit? Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj ku Allahu fuqiplot i pengon djajt dhe gjithë aleat e tyre për të bërë gjëra të ndyta në shoqërinë dhe në vend. Po sido që tjetë, unë dua të përgjigjem pyetjes juaj. Besitnit, Allahu fuqiplot në Kur'anin e Madhnueshëm thotë se ne e kemi nderuar të birin e Ademit me çka? E kemi nderuar me mendje. O laqad karamna bani Adem, e kemi nderu birin e Ademit, e kemi dallu prej tëna krijesave të tjera me logjik, me mendje. Edhe gjinin mashkullore, edhe gjinin femrore, se të bitë Ademit jemi edhe meshkujt edhe femrat. Dhe tash njeriu me logjikën e ty, me ra prej besitnive, besimeve të ulta, me ul nderin e tij, krenarinë e tij, edhe me besu në gjëra të kota, është e damshme fillimisht për veten e tij, por edhe për shoqërinë dhe për vendin ku jeton edhe vepron. Ne në historinë islame kemi shumë ngjarje të besitnisë, kur njerëzit kanë besuar në gjëra të kota. Për shembull në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, që kanë besuar në gur, në idhuj. Dhe ka ardhur Ibrahimi alayhis salatu wassalam, po e tregoj shumë shkurt për shkak të kohës, dhe i ka thyer gjithë ata idhuj që kanë besu me përjashtim të madhin e tyre dhe me mjetin që i ka thyer, i ka rënu ato, e ka lanë në qafën e të madhit të tyre të varur, se e ka ditur se rrethi i tij kanë me aludu, kanë me akuzu Ibrahimin alayhis salam për një gjë të tillë. Kur e kanë pyet çfarë ke bë me Zotin ton, ka thonë pyet në të madhin e juaj. Ka thonë po ky nuk flet, ka thonë si është e mundur një njeri i ngritur me mendje, i dalluar prej krijesave të tjera, të beson diçka të kot. Pastaj kemi edhe ngjarjen e pejgamberit tonë të dashur Muhamedit alayhis salatu wassalam, kur e ka liruar çabën prej atyre besitnive, prej atyre idhujve, 360 idhuj që kanë qenë. Mirë, po ky jo me dorën e vet, nuk i ka thyer Muhammed Mustafaja për dallim nga Ibrahimi alayhis salatu wassalam, por i ka bind masën, shoqërinë që të mos besojnë në besimet të kota. Andaj edhe misioni i ynë, i hoxhallarëve, i kolegëve të me, edhe atyre që kanë qenë para nesh, edhe atyre që do të vinë pas nesh, është që t'i bindi masën që të kenë një besim të shëndosh. Se njeriu ka nevojë për besim, padyshim që ka nevojë për besim. Edhe njeriu me dashje apo pa dashje e beson Zotin xhaleshanu, i dorëzohet madhërisë së Zotit. Për shembull dimrit, në sinën e dimrit, a del dikush në krah të shkurt? Absolut jo. Pse? I bindet madhërisë së Zotit xhaleshanu, ambientit, konform ambientit që ka. Mirë, po kur njeriu ka situata të tilla që i vyn mbështetja, i vyn besimi, dhe padyshim që kur nuk ka besim të mirëfillt, besim të qiltur në Zotin fuqiplot, ai ka për të mbështetur dikon në idhuj apo në gjëra të tjera, apo ka me marrë informacione nga të tjerët që
duhet ta bëjmë këtë apo të ruhemi prej kësaj apo të mos pastrohemi filan ditën e kështu me radhë, që bien kundërshtim me porositë hyjnore. Ndërsa sa i përket magjisë, magjit kanë ekzistuar. Kemi po, zotërin Ahmeti, prandaj edhe ju pyeta, disa video që kanë qarkullu pikërisht shihen personat, to dhe është diskutuar, ka pasur shqetësime nga qytetarët, diskutime, komente, polemika. Fatmirësisht që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe flasim shlirë, s'kem kur një farë frikë në asnjëherë, s'kem frikë prej tyre, mirë po me gjitha të historia islame na ruan ngjarje të tilla të magjistarëve, për shembull në kohën e Firaunit, në kohën e profetit Musa alayhi salatu wassalam, kur Firauni i ka mbledhur ata magjistarët më të mëdhej të vendit dhe të asaj kohe për ta mundur, për ta sfiduar Musen alayhi salatu wassalam me argumentet e tij binse, por megjithatë nuk ja ka dalë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu Kur'anin e fillon me suratul Fatiha, që do të thotë elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi takon Zotit të botrave, dhe e përfundon këtë minel gjinneti wan nas, na ruaj o Zot prej e gjinave, prej krijesave tjera që nuk duken për sy ton, dhe na ruajnë prej njerëzve, prej cilë njerëz, prej njerëzve të mirë, prej njerëzve të avancuar, prej njerëzve të dashur, prej njerëzve unifikues ju, po prej njerëzve dashakeq të cilët mendojnë me ato shpirtin e shitur të tyre, me ato gjërat e tyre të ligura, me atë hasedin që kanë, zilin që kanë për të tjerët, t'ju shkaktojnë problemet të tjerëve në trupin e tyre, në familjet e tyre, në lidhjet e tyre bashkëtorë e kështu me radhë. Po, tashmë vetë se kemi edhe Adelinën. Adelina, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që jemi neve sot. Mirëmëngjesi juve. Po, besoj i ke parë këto videot e publikuara që ka pasur lidhur me çështjen e besëdnive dhe potencialisht magjive të zeza ashtu. Po, nëse flasim nga aspekti ligjor, Adelina, a mund të ketë realisht ndonjë që mund të përndjekën ligjërisht, apo si mund të shihet një gjë e tillë? Shiqo, nuk i kam pa të gjitha videos, po jam njoftuar për këto veprime të ndryshme. Unë konsideroj që këto janë ma shumë shregullime sociale që realisht dojnë gjykohen ose dojnë veprohen drejtim tyre. Mirë po në aspektin ligjor, jo vishte na, po as në Evropë nuk ka një definicion ligjor që kish mujt mi penalizu personat e tillë, sepse për një vepër penale kërkohet veprimi, në këtë rast nuk mund të flasim për mos veprim, veprimi dhe pasoja e krijuar. Në këto raste kemë problem të definojmë pasojën e krijuar edhe në formën të cilën është kriju, sepse veprimi nuk korrespondon me pasojën e supozume që na e shohim. Përveç Arabisë Saudite dhe Afrikës, nuk ka asnjë shtet tjetër që e penalizon si veprim kundërligjor magjinë e zezë. Për mu në Kosovë, po më duket si fenomeni i panevojshëm dhe sinqerisht ka të bëjë me çrregullimet e shoqërisë sociale që dojnë intervenime nga aktorë tjerë institucional. Ndoshta më shumë nga sociolog, nga mirëqenia sociale, nga të ngritet niveli i arsimit, ngritet niveli i punësimit dhe të rregullohen edhe raportet njerëzore, se çrregullimet po shihen gjithandej jo vetëm tek ne. Si vepër penale nuk mund të flasim ende përveç nëse bëhet fjalë për ndonjë mashtrim për përfitim material. Nëse bëhet fjalë për një magji që konsiderohet që e rregullon një smundje ose e shëron një smundje dhe pastaj përdoret për të përfituar nga personi që pretendon që mund ta rregullojë atë smundje, ta eliminojë atë smundje. Këtu bëhet fjalë për mashtrim, që mund të penalizohet vetëm si vepër penale e mashtrimit, ndërsa për si strukturë magjie, siç edhe shihet në opinion, nuk kemi një dispozitë veçantë dhe është shumë e vështirë të hyhet në ligj dhe nuk është edhe e nevojshme sepse elementet e veprës penale mungojnë. Po pikërisht për këtë desha t'ju pyes zonja Hoxha, pra nuk mendoni që duhet të ketë diçka ligjore? Personalisht nuk mendoj që jemi mësuar në përgjithësi për gjithçka, për çdo problem social të drejtohemi gjykatës. Unë si avokate nuk e shoh të arsyeshme. E para se si strukturë ligjore nuk e di ku do të mirën elementet për të vërtetuar që është një figurë veprës penale.
Një pasojë duhet edhe një psikolog, duhet një sociolog, duhet shumë profesionistë tjerë për me vërtetu dhe nuk e di a ka me mujt me vërtetu nëse është pasoja nga një magji ose nga ritual i papërcaktuar. Ritualet e magjisë nuk kanë strukturat përcaktuara dhe nuk janë para, nuk është nevoja për diçka tillë se nuk e ndalon këto. E ndalon edukimi, e ndalon komunikimi, e ndalon vedia për të kërkuar ndihmë tek institucionet ose tek shoqëria, e ndalon ngritja e vedijes tonë me pranu dikon që ka probleme dhe spaku me janë dëgju probleme, çfarë do natyra ato qofshin. Nuk e parandalon gjithçysh penalizimi ose dërgimi në burg. Roni, ndërkaq që nëse flasim për aspektin që ke përmendur dhe Zona Hoxha lidhur me atë se duhet të ketë është e nevojshme një roli i një psikologu lidhur me këto, por si duhet shihet realisht një gjë e tillë dhe sa ndikon këto çështje të besëditnive, këto çështje të magjive të zeza tek psiqika e qytetarit në këtë rast? Patjetër. Shikoni, magjit kanë një ndërlidhje të ngushtë me suggestibilitetin. Manipulimet mbi besimit irracionale që njerëzit ushqejnë. Efekti autosuggestionimit, persona që lehtësisht kanë ndjeshmëri të lartë apo janë vulnerabël ndaj këtyre besimeve, të cilat manipulon apo manovrojnë nga njerëz jo kompetent që ushtrojnë besime apo rituale magjistareske, njerëz të cilët kanë probleme të natyrës anksioze apo janë të abuzuar emocionalisht, të prekur nga tronditë, traumat psikologjike nga një jetë, supozojmë e sfiduar, e dhunshme në retrospektiv apo gjatë fëmirisë. Magjit në thelb kanë të bëjnë me veprime simbolike që ndikojnë në jetën tonë, në jetën e secilit, në jetën reale. Kur them veprime simbolike, këta manipulator përdorin supozojmë ujnë e një trupi të vdekur, apo marrin varr dhe të varrit atje vendosin në prag të shtëpisë, përdorin vezët, përdorin këto figurat totemistike të idhujtarisë, siç e tha teologu Hoxha, ndërkohë çfarë bëjnë ata? Dëmtojnë apo cenojnë shëndetin mendor të këtyre personave. Dhe avokati ja tha shumë mirë. Dhe unë mendoj që personat të cilët janë të dëmtuar apo ndjekin një terapi të shëndetit mendor, përfitojnë shërbime psikologjike, por që mund të manipulohen nga këta njerëz jo kompetent për magjit, atëherë unë mendoj që kjo nuk e di saktësisht, por kjo ka të bëjë me një vepër, supozojmë vepër penale, të abuzosh me emocionin e tjetrit, duke i thënë se i pushtuar nga xhinët apo nga demonët, se kjo është çesharake, ja kupton, jemi në vitin 2025, japonezët dhe shumë vende tjera perëndimore po avancojnë me teknologjinë e akoma flasin për magjit, edhe pse ndodhin këto. Pastaj janë edhe mekanizma të mbrojtës, të projeksionit, të regresionit që e bëjnë personin të ndihet viktim apo i futur në kurthin e të besuarit magjistaresk. Janë të prirur pra për këto besime, të cilat janë eksperjenca dhe përjetime që e bëjnë personin të jetë shumë më shumë pastaj obsesivo-kompulsiv. Kur them obsesivo-kompulsiv, i obsesionuar me mendime ripërcëritse të padëshiruara, që një komshi atje, një fqinj ose një kushëri i largët ose kushdo qoftë e ka mallkuar ose i ka bërë magji me dheun e varrezave dhe i ka vendosur në prag ose një tuf lokësh pas kauçit, se kjo në çesharake, kupton se jemi në muajin e shenjtë Ramazanit dhe tani shumë mirë tha teologu Hoxha që jemi të bekuar në fakt që jemi në këtë muaj e që spastrojmë shpirtin tonë gjatë gjithë kohës. Jemi mësuar ta dëgjojmë se magjit përveç tjerash shkakton edhe probleme të natyrës psikologjike, çrregullimet depresive, ankthioze, njëkohësisht është edhe efekti placebo që ndikon tek ata të cilët suggestionon apo prekën nga
të besuarit magjistaresk, është edhe efekti nocebo kur personi ka ndjekur një cikël trajtimesh ose ka shkuar në adresa jo kompetente për t'i trajtuar problemet e tia dhe çfarë krijon efektin nocebo apo pritshmërinë e ulur për të pasur suksese, ndërkohë i thot njëri aty nga personat jo kompetent, shiko se ti e ke një xhin që gjatë gjithë kohës spionon kundër te dhe çfarë i shkakton probleme të natyrës deluzionale, e kupton? Pastaj personi mund të ketë probleme paranoja, se kjo është ajo që bëjnë magjistarët, përdorin fen, pra religionin e pastër, për t'i manipuluar njerëzit. Edhe thot ajo fjala e urtë popullore, djalli për t'i mashtruar njerëzit lexon edhe librat e shenjtë, që ti përdor, kjo quhet edhe dark empathy, pra të përdor gjoja dhimbjen e tjetrit për të manipuluar personin, dhe kështu bëjnë edhe personat të cilët aty që janë manipulant. Po, Roni Krejt, për fund para se të përfundojmë edhe këto diskutimin, veç desha të pyes lidhur me atë se e përmende veç se të ndikimet që mund të ketë një gjë e tillë dhe manipulimet, por realisht këto rastet pastaj po mendoj cilat mund të jenë disa nga strategjitë që mund të përdoren këto dhe sa mund të ndikojnë, duke ditur që në këtë kohë jemi në disa ditë goxha të rëndësishme dhe sa mund të konsiderohen, po mendoj të denja, publikimi i tyre, diskutimi i tyre, duke ditur që për gjithë besimtarët, që vetë se ata që janë besimtarët dhe praktikues të fesë, edhe ka edhe prej tyre që edhe besojnë tek magjit e zeza, si mund të ndikojnë në këtë muaj, këto ditë? Patjetër ne po kontribuojmë, ne si profesionistë të fushave të ndryshme, ne po kontribuojmë në ndërgjegjësimin e opinionit publik. Unë në rolin një psikologu, teologu në emisionin tuaj aty, i pranishëm fizikisht avokatja e nderuar që ka një përvojë të zgjeruar me klient dhe me patjetër që ne po kontribuojmë pozitivisht në këtë drejtim, por ka një gjë këtu që duhet kemi kujdes. Unë nuk them kategorikisht ti mohojmë besimet e njerëzve, se prandaj quhet besim, pra besim magjistaresk. Por ajo që ne duhet të kontribuojmë këtu si profesionistë të fushave të ndryshme, është që ne të punojmë me këta njerëz në besimet e tyre iracionale. Kur them iracionale të parësyeshme, më besoni ose jo, këtu krijon edhe lidhje të false të ngjarjeve, pra me ngjarje tjera të pavarura. Dhe domosdoshmërisht pastaj truri i këtyre personave do të krijojë një lidhje me këto besime, ose për të shmangur përgjegjësi nga vetja duke fajsuar tjetër, dhe kjo quhet projekcion. Pra unë nuk po ndiej mirë sa herë po e shoh këtë person, pse nuk po ndihesh mirë, sepse dyshoj që ky ka fuqi të jashtëzakonshme të rrezatimit të syve dhe mund ketë bërë mësysh apo mund ketë bërë ndonjë gjë të keqe që unë nuk e di. Kjo shumë e thjeshtë me një eksperiment të rëndomt. Nëse aty në studio unë nuk ju tregoj akoma, por në fund të emisionit do them, shikoni se në karriget tuaja kanë vendosur Hajmali, tek ti moderatore, tek Hoxha dhe avokatës nga larg. Ju tregoj në fund të emisionit si do të ndjeni ju nëse keni ndjeshmëri të lartë apo suggestibilitet të lartë, sigurisht që do të preokuponi, apo jo. Pra, pse tek njerëzit të cilët nuk janë në dijeni si është bërë magji, nuk ndikohet asgjë tek ata. Pse? Sepse ata kuptojnë, akceptojnë, përpunojnë informacionin. Prandaj edhe kjo është sistemi manipulativ i magjisë. Në mënyrë tërthoraze i tregon tjetrit apo manipulon me ndjeshmërinë e tij se shiko se i prekur nga uji një trupi të vdekur në pragun e shtëpisë. Kjo është qesharake. Po, Adelina, përmende pra ti që këto realisht faktet edhe jemi mësu për çdo reagim, për çdo diskutim të vogël që kemi, i drejtohemi gjykatës. Dhe një gjë e tillë është bërë. Veç në Kosovë është kjo. Veç në Kosovë, vlen edhe kjo të theksohet. Po, a ke pas ndoshta raste dhe ti si avokate që jemi bindur që ke pas realisht për këto, që janë drejtuar tek ti me këto pretendime, me këto diskutime që i përmendën deri tash? Jo, kështu drejt për drejt se dikush më ka bo magji dhe du me penalizu, nuk ka pas, po ka pas raste kur gjatë një vepre penale që është supozu që është kry, ndër tjera ma kam përmend edhe këtë verzion. Për mu është interesant që besimet, mendoj që duhet besimi me ekzistu në energjinë e panjoftur, po që në një energji pozitive që e mban njerëzimin në botën e gjithçka, çka është karakteristik që së fundmi më ka interesuar mu personalisht, kam pa që besimi në Zot
pavarësisht nga cili religjion, në Evropë ka rënë për 30%. Do me thonë, ata që e kanë ndjek ritualet krishtere ose ritualet muslimane të tjera, e kanë ullë intensitetin dhe e kanë ullë besimin në një Zot. Dhe janë kthy spiritualitetit. Dhe spiritualiteti një definicion që unë mirë nuk e njoh, po ka të bëjë me energjinë e brendshme dhe asaj të energjisë së universit. Kur flasim për besimet, është krejt individuale, mirë po të besosh që një energji mundet përmes një njeriu me të pru deri në një gjendje të padëshirueshme ku ti duhesh me kërku një ndim tjetër, është pak e tejkalume. Avokate, më falë, statistikisht kemi rritje të besimtarëve islam, statistikisht në nivel global. Po rritet po. Jo, statistikisht, jo në Kosovë, në nivel global, feja muslimane ka rritje. Po. Rad, veç ataj me limës ma birë, këto tjera të ljojna. Këto besimet spirituale të Budës, dhe këto bendimet apo meditimet transcendenciale, këto janë rryma tjera, nuk janë besime religjioze, janë praktika. Okej, në rregull, derisa s'kemi një definicion qartë lidhur me besimin dhe me magjin, dhe nuk është strukturë e kapshme për pasojën që mundet me kërku, as në asnjë vend të Evropës nuk do të ketë një vepër penale për magjin, edhe as në Kosovë. Deri më tani ju thash që ka vetëm Arabia Saudite një sankcion për magjit dhe nuk e di se si e ka të definuar veprimin edhe pasojën, edhe disa shtete të Afrikës. Unë nuk e shoh diçka të nevojshme për me u intervenu në aspektin ligjor, po e shoh të nevojshme të intervenon roli më shumë me marrë kolege dhe me punu në këtë drejtim për shoqërinë e cila ka nevojë për shumë gjëra. Avokate, vetëm një pyetje, nëse shoh një grua misterioze që në lagjen time sorollatet ditë për ditë dhe më stërpik me ujë të varrit, ujë të një trupi të vdekur, çfarë ata shoh si provokim, a mund ta patis apo si mendon ti? Kur kush nuk të ka faj që frikosh, asnjë vepër penale nuk është sankcionuar pse ka kriju frikë të veçantë dikush. Jo, provokim, se unë nuk i frikson këtu gjë, se janë çesharake, por provokim. Ndoshta mundesh me shku në civile që po të shqetëson për ditëshmëria asaj ose diçka, po si vepër penale është pak e vështirë me definu. Sinqerisht, se veprimi duhet me pas një pasojë ose një interes të palës që e kry veprimi për një përfitim. Ajo në këtë rast nuk dihet cili është interesi i saj për me përfitu, materialisht ose jo materialisht, dhe nuk është diçka që definohet, dhe në anën tjetër nuk e dim cilën pasojë ta krijon ty, përveç frikës. Se që shdo të me vepru, ma mirë teologët drejtojnë këtë drejtimin e spiritualitetit, dërsa në gjithat ose të domosdoshme të shihet pasoja ose tentimi për të kriju pasoja e cila nuk mund të definohet me veprimet të pa koordinume ose të pa kontrollume, të pa njohura të palëve si këto me magji. Po, Zotri Ahmeti, u diskutum edhe nga aspekti ligjor, por edhe nga aspekti psiqik si mund të ndikojnë këto, a pajtojnë edhe jo me këto diskutime që deri tash si ishin ju? 90% pajtoj me diskutimet e avokatës Adelines dhe Ronit. Ajo çfarë kërkoj unë nga institucionet e vendit, avokatja e theksoi se ne mund t'i denoncojmë për mashtrim. Dhe njerëz të tillë në Kosovë ku funksionojnë në lokalet e tyre, në ordinancat e tyre, në thojza, ka të mjaftueshëm. Por mos me thonë ma shumë se shkolla dhe xhamia, ka lokale të hapura, andaj kërkoj nga institucionet e vendit publikisht që të merren seriozisht me ta, sepse ata janë duke mashtru, janë duke manipulu popullin, besimtarët, njerëzit në përgjithësi. Magjia nuk ka akreditim se shëran filan magjistari. Magjistari nuk shëran. Magjistari dëmton. Magjistari fillimisht përmendje potencoj Roni disa herë ka të bëjë me besimin. Magjistari nuk ka besim fare. Është i pa besim, sepse po të kishte besim nuk do ta bënte një gjë të tillë. Besimi islam na ndalon neve që t'i lëndojmë të tjerët, në çdo aspekt, në çdo formë.
Andaj dua të lidhem edhe këtu te shifrat që i dha avokatja, do të thotë që rënja e besimit minus 30%, pavarësisht se Nuk është për Kosovë. Vetë kështu përgjithsisht. në Evropë. Po. Rënja e besimit, po edhe në Kosovë, edhe pse ka ngritje të besimit islam, unë dua ta theksoj se ajo është një karakteristikë kryesore që ngritja e nivelit besimit do të ulët niveli paditurisë, niveli besytnisë, niveli magjisë e kështu me radhë. Ndërsa në aspektin e ngritjes të islamit në nivel global, unë do ta kisha potencu një ajet të Kuranit të madhnueshëm që neve na duhen kualitet, jo kuantitet, jo numër, por na duhen cilësi. Po. Na duhet kualitet. Një grup njëherë i arabëve ka shku te profeti ynë i dashur edhe i ka thonë, po e potencaj ajetin vetëm në gjuhën shqipe, i ka thonë ne kemi besuar. Allahu ka zbrit citat ajet të Kuranit fisnik, duke ju drejtuar atij grupi, duke ju thonë se ju nuk keni besuar, thujo Muhammed, ju nuk keni besuar, po ju jeni dërzuar, jeni bo musliman, sepse hala nuk ka hyrë besimi imani në zemrat e juaja. Fatkeqësisht, unë çuçi shoh në vendin tonë, falënderimi takon Zotit që ka ngritje të shifrës muslimanëve edhe në nivel global, mirë po do të kishte me qenë shumë më mirë që të ketë më shumë besimtar. Më shumë besimtar të sinqert, të cilët vërtet besimi i tyre pushton zemrat e tyre. Të po e flamë që Zotri Ahmeti, ne e dim që përmendëm pra në Kosovë ka një rritje të numrit të besimit islam dhe realisht është diskutuar që edhe për muajin e Ramazanit ka goxha xherus të rinj që janë bashkë. Gjithsesi, edhe jo vetëm këtë vit, për çdo ditë në xhamit tona në vendin unë ku shërbej po flas, për çdo ditë unë e shoh rritjen. Saqë në ditën e xumës në namazin e teravis, tash që është namaz enkas në muajin e bekuar të Ramazanit, nuk i nxen edhe xhamia. Mirë po krahas shifrës numrit, do të arrisim edhe kualitetin, besimin e çeltër në Zotin fuqiplot. Sepse njeriu nëse jeton mes frikës dhe shpresës, është tjetër mohabet. Por nëse zemrën e njeriut, zemrën e një muslimani e pushton frika se filan, se e potencoj runi, filan gruaja shetitet në lagjën tëni, stërpik, dyre, dritare, më thash, atëherë frika tina e mund ndështë edhe besimin e tij që ka. Dhe kështu që i dërzohet atyre njerëzve që fatkeqësisht janë manipuluese të atill ka shumë. Po sido që tjetë, edhe magjia, edhe buta e xhinave janë hak, janë të vërteta, mirë po ajo çfarë neve na takon është që ne shpesh herë nga një herë edhe e ke shkuptoj magjim, kemi probleme shëndetësore edhe adresohen te hoxha apo te njerëz, te faltorët, se unë kam magji. I Madhi Zot fuqiplot në Kuranin e madhnueshëm na orienton ne që të pyesim njerëz ekspert të lamive të ndryshme. Por shembull për çështjet juridike nuk kam çka flasone sepse është Adelina në lidhje me ne. Për çështjet psiqike është Runi na flet Runi, për çështjet për brenda fesë islamit jam unë teolog flason, edhe jo më shku te hoxha për çështje shëndetësore, më ka bë filan e afërmja apo komshikja ime magji, sepse zatën edhe paragjykimet në islam janë të ndaluar. Adelina potencoj se ne nuk kemi fakte me i kap, nuk i dim, fizikisht nuk ka kontaktu me ty, nuk të ka prej këty, por dirisa nuk ki fakte më ka thonë filan faltoria, po filan në thuj za shumë të atil që quajnë vetën edhe hoxhë, realisht nuk janë hoxhë, po thirrën në emrin e hoxhës, më ka thonë se dikush i afërt i familjes është,
i ka flokët e zeza, ishte njerëzit me menu, pa dyshim që familje tona ka njerëz me flokë zeza, me flokë bardha. Edhe dikush do t'i pareftirohet para ftyrës ti, edhe do t'vjet deri te një përçarje, deri në përçarje në familjet tona dhe në shoqërinë tonë. Kështu që sa më të avancum, sa më të ngritur që t'jem, se muaji Ramazanit ka ardhur neve për t'na ngrit, ka ardhur zbritja e Kuranit fesnik. E çka ka zbrit Allahu, ajetet e para që i ka zbrit, është leximi, mësimi, avancimi, mu ngrit. Nëse ne ngritemi në aspektin e editorisë, nëse ne ngritemi në aspektin e besimit, e kuptojmë besimin ashtu siç duhet, padyshim se këtu kanë me ardhur me kalimin e kohës në rënje dhe inshallah me lejen e Allahut fuqiplot nuk do të brengosim më si shoqëri. Mirë po papunësia, mos arsimi, mos besimi i çeltërt i bën gjitha këto me ardhur deri këtu ku jemi sot, edhe në këtë muaj të bekuar në rrjetet sociale na shfaqen njerëz të cilët bëjnë magji, bëjnë gjëra të tilla. Po. Roni, po? Unë, apo me dërhyr, Zona Adelina, vetëm këtë ta them edhe nuk do flas më, të premtoj. Po e ndoj një ngjarje personale. Ju e dini, ka rryma të ndryshme fetare, të cilat i respektoj pa anshmërisht, e që ndjekin ritualet e tyre. Pastaj më ndodhi një ditë më erdhën në shtëpi këta të njohurit, ju i dini rrymat fetare që vinë në shtëpi e që predikojnë fenë e tyre, edhe zura një debat shumicor me ata, për librin e shenjtë Kuranin, dhe nuk arritën fare në asnjë moment, jo vetëm ta monin, po as ta kundërshtonin logjikisht. Pra Kurani famlart, pra libri i shenjtë që për shumë shkencëtar anë kënd botës është i pranuar, ma tregoni cili shkencëtar sot, ose jo shkencëtar, po cili ateist bre mund ta rrëzoj, mund ta deargumentoj bre këtë libër me këto fakte shkencore duke folur për embrionin, fazat e embrionit, për sistemin periodik të elementeve, për çdo gjë tjetër që është shkencore bre, e që stimulon dijen bre, studimin, tërkohës duke bërë thirrje për lexo, duke stimuluar zgjerimin e njohurive bre. Është një libër i jashtëzakonshëm që patjetër që jo vetëm qetëson shpirtin, por ka ndihmuar shumë njerëz të rikuperohen nga problemet e ndryshme psikologjike bre. Nuk ka asnjë ateist në botë. Ka shumë ateistë të tillë që janë shndruar në besimtar duke lexuar Kuranin, por nuk ka një ateist në botë. Gjemani një ateist në botë dhe unë nuk do shfaqem në asnjë televizion, në asnjë emision televiziv që e ka kundërshtuar me fakte dhe argumente Kuranin duke kthyer në një libër që e ka shkruar ndonse njeriu ose është manipuluar nga masa tjera. Pra, është një libër me argumente shkencore dhe aty mund të përfitojmë çdo gjë. Unë sa herë që e lexoj, përfitoj njohuri të reja. Kurani nuk është, të themi kështu, absolutisht zgjeron njohuri gjatë gjithë kohës që ne e lexojmë dhe na ndihmon të përforcojmë cilësinë e të menduarit ton, metakognicionin ton, analitikën ton. Ky është një libër që lë mbresa dhe është jashtëzakonisht mrekulli në vete. Po, Adelina? Për fund, nuk e mohoj që Kurani është një libër shumë i vlefshëm dhe në interes për shoqërinë. Por kur flasim për magjin që ishte tema dhe njerëzit që funksionojnë në atë formën që konsiderohet si magji, unë e kam shpalos ma herët dhe po e përmendje edhe këtu, si veprim institucional, duke eliminu gjykatën, kishte qenë mirë dhe unë e shoh edhe të domosdoshme një institucion mbikëqyrës për të gjitha religionet në Kosovë. Kur flasim për religionet në Kosovë edhe për mbikëqyrjen e tyre, nuk do të thotë kjo që duhet i kontrollosh me bo Bashkia Islame një veprim ose mos me bo. Po spaku ne si shtet me ditë cili është versioni zyrtar i Kuranit. Unë personalisht kam disa lloje të versioneve dhe për një ajet të veçantë janë disa sqarime. Për kishë me qenë interes të shtetit dhe të shoqërisë që një institucion mbikëqyrës mbase nga Ministria e Punëve të Brendshme ti ketë në kontroll në institucionet në atë kuptimin që të dihet cili është Kurani zyrtar, më thonë oficial që duhet me ju drejtu besimi atij, cilat janë ritualet e njoftura, si duhet bëhet namazi zyrtar për shtetin e Kosovës, edhe disa veprime tjera, cilat unë nuk kam shumë njohuri, po
që është e nevojshme që për mos me kalu pastaj personat e papërgjegjshëm në veprime të papërgjegjshme si kjo e magjisë. Po. Nëse shteti nuk ka kontroll mbi institucionet, mbi shtëpitë e religionit, mbi shtëpitë e Zotit, atëherë na gjithmonë më shumë pas si kontradikta dhe mos respekt ose keqpërdorim të besimeve. Po. Kështu që është shumë e nevojshme ta kemi një institucion të tillë që kish me i prevenu personat e pa autorizuar me krye veprimet pa autorizuara dhe të dëmshme për shoqërinë. Po. Po, Adelina, të falenderoj shumë edhe Roni gjithashtu dhe ty për këtë lidhje direkte dhe për to gjithë diskutime që i patëm. Ishte kënaqësi për gjithë mysafirët, faleminderit edhe juve edhe gjithë mysafirëve. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty Roni. Zotëra mi të faleminderit shumë, për gjitha këto diskutime se besoj ishin të nevojshme, duke marrë parasysh që një person që jo këtë muaj jeni goxha të rëndësishëm edhe çdo diskutim që bëhet lidhur me muajin e shenjtë Ramazan, sidomos me këto çështje të besitnive, me magjive të zeza, shpesh janë nevojshme me i diskutuar dhe me tregu njerëzve që nuk qëndrojnë dhe nuk duhet besohet gjithçka që paraqitet edhe në rrjetet sociale, përmend edhe ti. Mund të paraqitet gjithçka, por jo gjithçka duhet lidhet me fenë dhe duhet besohet. Absolut, sa i përket magjijës, Islami nuk ka të bëj asgjë fare me to. Kurani na i përshkruan ato si ndodhi të së kaluarës dhe që ka mundësi të shfaqen në shoqëri ku pas kohësh, por megjithatë ai i cili unë e potencova edhe më lart, ai i cili bën magji, ai nuk është besimtar, nuk është musliman fare. Ai është mohuesi i Zotit fuqiplot, se Islami nuk e lejon një gjë të tillë. Ndërsa sa i përket asaj çfarë tha Adelina, nëse më lejohet, ne si hoxhallar, si bashkësi jemi të hapur me institucionet e vendit, me gjitha pa përjashtim. Ne në Kosovë e kemi me thebin Hanefi, ato që e kem pas brez pas brezash, e kemi edhe tani, dhe është vijë institucionale e kryesisë bashkësisë islame dhe gjithë imamëve të cilët janë nën patronatin e kryesisë bashkësisë islame dhe të këshillave lokal. Por megjithatë, si vend dhe si shtet i ri, si çdo kund, edhe te ne ka pas hyrje dalje të pakontrolluara, jo vetëm në aspektin fetar islam, por edhe në aspektet e tjera. Roni e potencoj se vinë na për shtëpi, bezdisin, duke të folur për ato besimet e tyre, që nuk e kanë as edhe një fakt të vetëm të argumentojnë, apo të na argumentojnë që ne të heqim dorë prej besimit tonë, prej fesë islame. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i avancimit, është muaji i qëndresës, që na mëson me qëndru në istikamet e kësaj bote kalimtare. Zoti Xhaleshanuhu thot në Kur'an, vërtet ata që thanë se Zoti ynë është Allahu, thumë istikamu, pastaj qëndruan. Fjala istikam rrjedh prej kësaj fjale, jo vetëm istikame në betejat e luftës, mirë po qëndruan në themelimin e shtetit, qëndruan në formimin e individit, në formimin e familjes, qëndruan në respektin e prindve, qëndruan në sigurimin, në mirëqenien ekonomike, shumë tjera. Allahu fuqiplot ata i përgëzon në momentet më kritike sa ata janë të shpëtuarit. Andaj kjo është Islami, na mëson qëndresën, se si të qëndrojmë në këtë botë kalimtare, sepse ne kemi ardhur në këtë botë për të mos e humbur qëllimin tonë. Mirë po të kemi pikësynim vendin parajsën xhenetin, që Zoti Xhaleshanuhu Xhelaluhu e ka bërë për njerëzit e mirë, për njerëzit që janë unifikues, për njerëzit që janë dashamirë, jo për njerëz dashakeq, jo për njerëz të cilët i lëndojnë të tjerët, jo për njerëz të cilët e shesin shpirtin e tyre për këtë botë kalimtare. Nuk ka filluar gjithçka me lindjen, sepse ne e dim, e kemi bërë një periudhë kohore në barqet e nanave tona, një periudhë nënmujore, ajo nuk evidentohet askund. Data e lindjes sonë është pasi që ne dalme në këtë botë. Dhe më thonë, evidencë për mbarkën e nanës sonë sa kemi qëndru, s'ka evidencë. Vetëm datën e lindjes. Dhe më thonë, nuk fillon gjithçka me lindje dhe nuk përfundon gjithçka me vdekje. Andaj, pasi që nuk përfundon gjithçka me vdekje, ne e dim se kemi një ditë që kemi me dalë para gjykuesit suprem. Andaj, a ditë do të me dalë
mënyrën sa më të mirë që është e mundur, mënyrën sa më pasur, sa më dashur, sa më të afër njëri tjetrit, me një bagazh të veprave të mira, jo kur të tjerët kërkojnë haqet tona, kur të tjerët kërkojnë që të barazohen me ne kur dalëm para Zotit Xheleshanu e Xhelexhelal. Por megjithatë, kur të dalëm para Zotit pasi që jemi në Ramazan, edhe këtë po e tham edhe pse po çes se jemi presion këtu, po e përfundoj, kur të dalëm para Zotit Xheleshanu e Xhelexhelalu, kemi mu barazu me gjithë ata të cilët ju kemi bot dëm, ju kemi hin hak, me shpërblimet tona, me mirësitë tona që ne i kemi, duke udhëruar atyre e kështu me radhë me preashtim shpërblimeve të agjerimit. Allahu fuqiplot ka thonë agjerimi bëhet për mu dhe unë e shpërblej ata dhe shpërblimet e tij janë të paprekshme. Inshallah Zoti fuqiplot na bën që të përfitojmë në aspektin moral nga agjerimi, në aspektin shëndetësor dhe në aspektin psikologjik. Unë një ftesë e kisha bërë unit me ardhë në Ferizaj, një në ditën e xhumas para namazit të xhumas edhe më fol atyre të rinjeve për ndikimin psiqik që ka agjerimi. Besoj që edhe Roni për na dëgjon, edhe me këtë